duke pas parasysh gjendjen aktuale që ka kënë kjo zonë, ku ne e kena dhe banesat tona, është një falënderim që duhet bëhet direkt Bashkisë Shkodër, kryetarit saj, që më në fund po bëhet e mujtën një investim i tillë që është dashur edhe më përpara më bë. Pra, na nuk kena pas mundësi me kalu në kam, jo në bicikleta, makinë, se ka kënë rruga me gropa, edhe e përkeqësuar nga dita në ditë, të pas parasysh edhe bizneset që janë hapur në këtë vend. Ishte bërë rruga shumë keq këtu, edhe kishte probleme se normal haste makina e kështu, por që tash po shpresojmë që të jetë tamam. Sa i takon bashkisë jena kënaqur se normalisht çfarë bëhet për të mirën e jetesë së cilit të banorëve që jena këtu është mos e nevojshme. Ka një investim që është dashur, me thënë vërtetë më bë, edhe jena mos të lumtur, me thënë që po bëhet, tash po presim përfunimet. Për ne si banorë është shumë e nevojshme se është të bë e pakalueshme, edhe me ndonjë se do të dalë një gjë shumë e bukur.